Mirë se vini në këtë analizë shpjeguese. Sot do të nisim një rrugtim vërtet magjepsës dhe thellësisht objektiv nga ana filozofike, duke eksploruar në detaje perspektivën biblike mbi krijuesin, bazuar në materialin ton burimor. Ne nuk do ta trajtojmë këtë thjesht si një listë rregullash apo dogmash të thata, as pak. Do ta shohim si një kornizë tërësore mendimi. Ideja është të udhtojmë bashk që nga makrokozmosi, pra nga zanafilla e vet universit, e deri te diçka shumë më intime, vetë ekzistenca jon dhe kuptimi i saj. Okej, le të zhytemi menjëherë në temë. A ekziston një krijues? Pra, kjo është ajo pyetja e madhe apo jo? Është fjalë për fjalë hetimi më klasik dhe më i thellë sokratik që i ka mbajtur njerëzit zgjuar gjatë gjithë historisë. Kur shohim jetët pafund apo natyrën përreth nesh, madje edhe vetë misterin se si funksionon jeta. A jemi në thjesht një aksident i ftohtë kozmik, apo ndoshta pas gjithë kësaj madhështie fshihet një mendje inteligjente dhe një qëllim shumë i madh? Tani, ajo që bie në sy që në fillim të teksti biblik është se ai nuk e humb as pak kohën. Ai nuk përpiqet fare të na japë prova teknike shkencore në hyrje. Përkundërzi, ai e godet drejt për drejt me këtë pretendim absolut kozmologjik që në fjalinë e tij të parë. E parashtron si fakt që krijuesi është burimi fillestar i gjithçkaje. Në gjuhën e filozofisë, kjo është ajo që ne i quajmë shkaku i parë i pashkaktuar. Për t'i dhënë pak sens gjithë kësaj strukture, sot ne do të përdorim një lloj hinke filozofike. Fillimisht do të shohim pretendimin kozmologjik, pastaj do të kalojmë tek argumenti teleologjik nga natyra. Do të shohim perspektivën ekzistenciale të njerëzit, teologjinë e zbulesës hyjnore dhe në fund fare implikimet filozofike të besimit. Siç e shihni, do të zbresim nga hapësira e pafundme e universit drejt e poshtë në jetën tonë të përditshme. Pra, le të nisim me të parën, pretendimi kozmologjik i Biblës ose origjina e vetë universit ton. Ajo që e bën këtë kaq interesante është thelbi i pastër logjik. Sipas burimit ton, universi thjesht nuk ka qenë gjithmonë aty duke u rrotulluar në pafundësi. Ai ka një fillim absolut. Dhe nëse ka një fillim, aty jeta ka një burim, rrjedhimisht i gjithë krijimi vjen nga një krijues. Kjo nuk është një ide vogël, është një deklaratë e fuqishme që thotë se ne nuk jemi thjesht prodhim i rastësisë së verbër, por një burim i plot qëllim. E po, kjo na çon natyrshëm në pjesën e dytë. Argumenti teleologjik nga natyra, ose si të vëzhgojmë kompleksitetin rreth nesh. Dhe ky ilustrim biblik e kap këtë në një mënyrë thellësisht poetike. Teksti sugjeron se natyra nuk është thjesht një peizazh memec apo i heshtur. Përkundrazi, thekson se bota natyrore fjalë për fjalë dëshmon me zë të lartë për një inteligjencë më të lartë. Është sikur qielli të jetë një ekspozitë gjallë arti që flet drejt për autorin e tij. Këtë filozofët e quajnë argumentin nga dizajni dhe mbështetet në disa shtylla tepër solide. Kemi rendin masiv që lejon galaktikat të mos përplasen, kemi kompleksitetin absolutisht marramëndës të biologjisë në nivelin e ADN-s, bukurinë natyrore dhe sigurisht ato ligjet e sakta e të pandryshueshme të fizikës. Ta zëm, nga ky këndvështrim theksohet se kur këto gjëra janë kaq të harmonizuara, nuk mund t'i hedhim poshtë si thjesht rastësi të lumtura. Ato shihen si gjurmë të lëna qëllimisht. Tani do ta ngushtojmë pak fokusin ton tek pika e tretë, perspektiva ekzistenciale e njerëzit, pra vetgjendja dhe natyra jon. Këtu burimi bën një pohim rreth anatomisë son të brendshme që është thellësisht interesant. Pretendon se ne jemi më shumë se thjesht makineri biologjike apo qenie thjesht fizike. Thot se jemi qenie me një etje shpirtërore, me diçka që quhet përjetësia në zemër. Është ai instinkti ynë i pashpjegueshëm për t'u lidhur me diçka pafundësisht më të madhe. Dhe kjo nuk mund të shpjegohet vetëm përmes mbijetesës fizike. Dhe si manifestohet kjo etje në realitet? Përmes atyre pyetjeve të mëdha, të vështira dhe absolutisht të pashmangshme. Pse ekzistoj? Kush më krijoi në të vërtetë? Dhe çfarë ka përtej kësaj jete? Nuk ka rëndësi se në cilin shekull jetojmë apo cilës kulturi përkasim. Këtë pyetje janë aty. E nga ana filozofike, fakti që ne vazhdojmë të bëjmë këtë pyetje tregon se po kërkojmë për përgjigje brenda një realiteti që supozohet të ketë një kuptim të fshehur. Kështu që kalojmë tek pika e katërt për të parë se si adreson burimi këtë kërkim, teologjia e zbulesës hyjnore apo ura biblike. Duke trajtuar thellësisht këtë nga perspektiva teologjike e krishterë, vihet re një pretendim shumë specifik. Pretendimi është se ky krijuesi i universit nuk mbeti i distancuar apo i heshtur diku larg. Teologjia thekson se ai vendosi të zbulojë veten e tij përmes personit të Jezusit, jo vetëm si një mësues, por si një personifikim i qartë dhe fizik i vetë natyrës hyjnore. Dhe kjo na sjell te koncepti thelbësor i urës. Pse është ky një koncept kaq kyç? Sepse në këtë kornizë teologjike
Jezusi e ka përcjellë në rolin e thjesht një udhëheqësi etik historik. Përkundrazi, ai shihet fjalë për fjalë si rruga strukturore apo lidhja jetike që është krijuar për të ftuar njerëzimin të rikthehet pranë krijuesit origjinal. Është një urë komunikimi dhe dashurie. Gjë që na sjell në pikën e 5 dhe të fundit, e cila jep formë diçkaje. Implikimet filozofike të besimit. Le t'i artografojmë pak. Pra, pika thelbësore këtu lidhet me pasojat e kësaj ideje. Nëse kjo premisë se një krijuesi është e vërtet, atëherë ekuacioni ndryshon plotësisht. Jeta jon merr menjëherë një kuptim thelbësor dhe nuk është më thjesht kalimi i kohës. Qenia njerëzore fiton një vlerë të pallogaritshme, sepse është një projekt i menduar mirë, dhe morali merr një bazë të qëndrueshme e objektive. Praktikisht kjo shpëton idenë e njeriut nga të qenë thjesht një aksident i hapësirës. Dhe materiali burimor nuk e mbill këtë si një bisedë shterp akademike që do ta dëgjonim në ndonjë sallë leksionesh. Është pikërisht e kundërta. Siç thot ky premtim antik, gjithë kjo kornizë sillet si një ftesë ngrohtë dhe personale për secilin individ. Sugjeron fort se ky kërkim për realitetin hynor mund të ketë sukses, me kusht që të bëhet me sinqeritet të plotë. Kërkimi për Zotin shihet jo vetëm si i mundshëm, por si destinacioni ynë më i lartë. Kështu që, teksa jemi në fund të kësaj analize shpjeguese, le ta lëm këtë mendim të thellë filozofik të jehoj. Pas gjithë kësaj, ku shohim kompleksitetin që na rrethon e ndërgjegjen tonë, pyetja e vërtet nuk mbetet thjesht në rrafshin abstrakt, a ka një Zot. Pyetja e vërtet, ajo që ndryshon çdo rregull të lojës, është nëse vërtet ai ekziston, atëherë çfarë nënkupton kjo konkretisht për jetën tona dhe të ardhmen tonë. Është fjalë për fjalë një udhtim kërkimi që nuk përfundon kurrë. Faleminderit që më ndoqët.